Ishte kjo java dhe zhvillimet në News 24. Me njerë lancoj temën e parë, ka të bëj sigurisht me grabitjen e madhe që ndodhi ditën e njëjtë, ku salla operative mori telefonatën në orën 13:24 minuta, se kishte të shtëna me arme, ku më pas u sqarua se ishte një grabitje deri tani e thënë të paktën me 2.7 milion euro, një shumë kjo e parave pra të Bankës Kombëtare Tregtare në aksin Qafa e Kasharit Rinas. Një zonë problematike kjo për cilën do të flasim gjërësisht. Ju fillimisht do të ndiqni materialin që ka të bëjë me të gjithë dinamikën e ngjarjes, se çfarë ka ndodhur ditën e njëjtë. Më pas me mua në studio do të jetë zoti Altin Qato. Ka banka që janë vjedhur në Republikën e Shqipërisë dhe kompanitë private të sigurisë nuk kanë përmbushur detyrimet. Ka ngjarje kriminale ku janë vjedhur, ku është vjedhur transporti monetar i një banke dhe nga kompania private Policia e Shtetit është njoftuar 11 minuta me vonesë. 24 orë nga deklarata e ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri me kompanitë private të sigurimit fizik mesditën e së njëjtës, u shënua grabitje spektakolare në Qafën e Kasharit, ku presaj u bën 2 automjete të Bankës Kombëtare Tregtare, të cilat transportonin para për në aeroportin e Rinasit me destinacion Vjenën. Sulmi ndaj mjeteve të bankës ndodhi në aksin Qaf Kashar Rinas, ndërsa grabitja u filmua nga kamera amator, dëshmitar okular pranë zonës. Sa fasi, shive. Patrulla ishte aty, patrulla! Se i merë shteti veta! Autorëve ende të pa identifikuar dhe në kërkim, të cilët ishin të ndarë në 2 makina, i mjaftuan vetëm 5 minuta që të largohen bashkë me thasët me para. Në skemën që policia ndërtoi në bazë të dëshmive, makinat e autorëve kanë dalë nga një rrugë dytësore duke i prerë rrugën blindave të bankës, ndërsa pasi zbritën kërcënuan me armë 2 punonjësit e policisë private. Në grabitje autorët përdorën së paku 3 armë, 2 kalashnikov dhe 1 pistolet. Rezulton që kamerat e sigurisë nuk kanë qenë të ndezura dhe nuk kanë kapur asnjë filmim nga momenti i grabitjes. GPS-i është ndodhur në makinë, por njësia që ka transportuar parat nuk e ka futur GPS-in brenda thasëve me para, po e ka vendosur në kroskotin e makinës. Skema e grabitjes është identike me atë të 3 dhjetorit të vitit 2015, ku blindit që transporton para i pritet rruga nga makina e grabitësve, e cila del nga një rrugë dytësore. Ndërsa, si për ironi të fatit, edhe dita e zgjedhur nga autorët për të kryer grabitjen është sërish e njëjtë. Grabitësit u larguan po përmes një rruge dytësore, ndërsa në afërsi të fushprezës ata dogjën makinat dhe humbën gjurmët. Ngjarja ngriti në këmbë institucionet e rendit, ndërsa në vendin e ngjarjes u pa dhe një helikopter i policisë për monitorim nga ajri. Banka Kombëtare Tregtare dhe policia nuk e kanë ende një shifër zyrtare të shumës së grabitur, ndërsa në media u aludua se bëhej fjalë për 2.7 milion euro. Pakor pas ngjarjes, të vetmit përgjegjës të cilët janë pas hekurave për shpërdorim të tyre, janë 2 shoferët e blindave, 3 punonjësit e policisë private, si dhe drejtuesi teknik i shoqërisë private të sigurisë fizike, ndërsa kompania private Jaguar Security nuk e ka ende licencën për të operuar në këtë fushë. Ndërsa drejtori përgjithshëm për rendin dhe sigurinë publike Altin Qato listoi në një konferencë për media shkeljet e sigurisë nga kompania Jaguar, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri mblodhi në një takim guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Ceko dhe kreun e Komisionit Ekonomisë, të cilët u zotuan për një plan të rimasash për të bërë më të sigurt biznesin dhe aktivitetin e bankave. Ndërkohë ekspertë të sigurisë së bankave e shohin zgjidhjen e shoqërimin e blindave me para të bankave me automjete të policisë përgjatë rrugës së Rinasit, e cila në raportet e policisë rrugore shënon numrin më të lartë të ngjarjeve kriminale vitet e fundit. Ky është materiali që ju rikujtoi dhe sqaroi të gjithë dinamikën e ngjarjes se çka ka ndodhur ditën e njëjtë. Për të folur për këtë grabitje dhe për ta analizuar në detaje, un kam të ftuar në studio drejtorin e përgjithshëm për sigurinë publike në Policinë e Shtetit, zotin Altin Qato. Zoti Qato, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Po kështu në studio paralele në transmetim të drejtë për drejtë, i cili do të jetë aktiv përgjatë bisedës me zotin Qato, është edhe ish drejtuesi i lartë në Policinë e Shtetit, zoti Ismail Elezi. Zoti Elezi, përshëndetje, mirë se erdhët në kjo javë. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Zoti Qato, nisim bisedën bashkë. Ju dolët në një konferencë për shtyp, dolët përpara medias, vetëm 24 orë mbasi ndodhi grabitja e së njëjtës dhe sigurisht atakuat policinë private, duke evidentuar 8 shkeljet që policia private është përgjegjëse për këto. Pra,
Le të themi në një farë mënyrë ja keni faturuar gjithë përgjegjësinë policisë private. Vetë policia e shtetit a mban përgjegjësi për atë çka ndodhi? Unë edhe dje kur dola në konferencë për shtyp, po mundova të sqaroj që nuk është qëllimi i policisë në komunikim me median dhe përmjet medias me publikun për të bërë prezente kush është përgjegjës për të ngjarje, por ishte qëllimi që ne të bënim prezent elementet e punës policisë me njërë mbas ngjarjes. Elementi kryesor është puna e policisë intensive me gjithë kapacitetet e veta për të zbuluar autorë dhe vend para përgjegjësisë ligjore. Por një element tjetër i rëndësishëm është edhe analizimi ku çdon siguria, transporti vera monetare. Dhe natyrisht ne atakon ne si strukturë dhe pikërisht strukturës si drejtoi unë, drejtorisë përgjithshme të sigurisë publike për të analizuar pasi dihet që shoqëritë private të sigurisë fizike, të cilat bëjnë transportimin e këtyre verave monetare nga banka drejtim destinacionit, në këtë rast ishte Rina si prej jashtë vendit, certifikohen dhe monitorohen nga policia e shtetit. Kështu që ne na del detyrë që të bëjmë një analizë plot për të parë, për të marrë dhe masat, përveç se punojmë për të zbuluar autorët, për të marrë dhe masat për të eliminuar gjithë të meta mangësi, si dhe për të marrë përgjegjësi çdo strukturë. Këtu konsiston dhe pyetja ime. Policia e shtetit është ajo që i licenson këto shoqëri private apo jo. Dhe në momentin që nuk përmbushen kushtet që ato të operojnë, çfarë përgjegjësi e mban policia pikërisht për këto? Normalisht shoqëritë private të sigurisë fizike janë biznese dhe regjistrojnë brenda gjithë rregullave që ka shteti, regjistrojnë në QKR dhe më pas certifikohen në policinë e shtetit, certifikohen për të parë elementet që do të plotësojnë janë apo jo struktura të përgatitura për të marrë përsipër siguri. Pasi dihet që shoqëritë private të sigurisë fizike kanë siguri të deleguar nga policia. Normalisht kur certifikohen ato plotësojnë gjithë kriteret, por gjatë punës mund devijojnë, mund ketë mangësi të cilat nuk realizohen 100% dhe ndodhin edhe situata ose ngjarjet të tilla qoftë edhe kriminale. Zoti Qato, një ngjarje e tillë e përsëritur, po me këtë do të merrem pas pak, ka ndodhur në një zonë apo në një aks rrugor që përfshin 3 komisariate. Është komisariati i Rinasit, komisariati i Vorrës dhe komisariati numër 5. Në mos gaboj, çfarë i favorizon këto lloj grabitjesh që kryen në mënyrë të përsëritur për 2 vite 4 tilla? Normalisht ajo është një zonë me risk për shkak edhe të lëvizjes dhe drejtimit që marrin. Normalisht që brenda kryeqytetit, brenda qytetit, shërbimet policore janë më të organizuara, më të dislokuara për të mbuluar territorin. Mendoj që ky mund të jetë një aks i cili është më i zbuluar jo se s'ka shërbime, pasi për shkak të ngjarjeve policia e shtetit ka bërë një plan të ri vendosje shërbimeve, i mbulon ato me shërbime. Kur është bërë ky plan? Në fill mbas ngjarjes parë që ka ndodhur, pak a shumë në njëjtin territor. Pa aty ka vijuar të operoj vetëm një patrullë apo jo? Po normalisht tani policia nuk mund ta mbulojë gjithë territorin me patrulla, ka një patrullë që cila është e disponueshme në aks rrugor për të shmangur, për të marrë masa dhe për të qenë sa më shpejt nëse ndodh një ngjarje kriminale. Dhe atë ditë patrulla ka qenë diku në të aks rrugor, po nuk është thënë që të ishin në atë vend sepse normalisht. Jo, këtë e kuptoj zoti Qato, po është e mjaftueshme një patrullë policie në një zonë problematike. Dhe në një kohë ku vetë policia është shprehur se do të merreshin masa për shtimin e patrullave aty. Përmenda, ne kemi shtruar një patrullë. Ajo është aks rrugor që patrullohet nga policia në lëvizje, kemi shtruar edhe një patrullë e cila arrin gjithkohon e dislokueshme në të aks rrugor. Normalisht ka pas 2 ngjarje të tilla, se 2 ngjarje në atë segment. Nuk do thotë që ne tani ta zmadhojmë që themi që ky është një zonë ose një territor ose një rrugë jashtë kontrollit. Pasi aty ka një dinamikë të jashtëzakonshme lëvizjesh, trafiku, kalesash të ndryshme, qoftë personalitetesh, qoftë edhe me vlera monetare, dhe 2 ngjarje nuk mund të themi që ky aks rrugor është jashtë kontrollit. Janë 4, jo 2 në 2 vite. Me këtë aks flasim. Me bëhet vetëm për këtë aks rrugor. Dhe jo vetëm krimi ka qenë përsa i takon transportimit parave, por edhe për çështje tjera. Gjithsesi, edhe një pyetje përpara se të kaloj tek zoti Elezi. U tha se do të pajiseshin me kamera sigurie kjo zonë. Pse nuk ka ndodhur? Nuk është kompetenca e policisë ose detyra e policisë për vendosur kamerat në gjithë rrugët kryesore, pasi nuk është në pronari rrugëve policia. Po kush është përgjegjësi? Kush e ka përgjegjësi? Në ato akse rrugore mund të vendosi enti pronar e asaj rruge. Ne policia ka kërkuar dhe për këtë ne insistuam dhe me insistimin e policisë dhe të Ministrisë së Brendshme kaloi dhe ligji për masa shtetë sigurisë, me idenë që ne të përcaktojmë të gjitha ato akse rrugore, subjekte të cilët kanë risk të shtuar për sigurinë,
Dhe ky ligj është miratuar dhe së shpejti hyn në fuqi. Ka hyrë në fuqi, por hyn në fuqi zbatimi pasi ka kohë për të dhënë mundësi këtyre subjekteve për të bërë azhonimet e veta me idenë që të plotësojnë gjithë kërkesat që ka ligji për masa shtesë sigurisë. Po, dua t'jap fjalën zotit Elezi. Zoti Elezi, çfarë mendoni, cila është përgjegjësia e policisë për këtë akt dhe për këtë ngjarje? Megjithëse unë ju thash dhe herë, ju përshëndes për emisionin dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që përballë kam një ish kolegun tim, zotin Qato, dhe zoti Qato e di shumë mirë sepse kemi shërbyer bashkërisht për një periudhë goxha gjatë në policinë e shtetit dhe di eksakt fare se si është punuar dhe çfarë masash merrshim në raste të tilla për t'i parandaluar në radhë para ato, pastaj edhe për të shkuar drejt zbulimit të vërtetës apo drejt zbardhjes autorëve. Tani unë desha t'ju bëj me dije që zoti Qato pranon që po thot ne na del për detyrë të rishikojmë të gjithë licencimet e këtyre kompanive private, pasi jo të gjitha 100% janë të realizuara sipas parametrave që i ka përcaktuar dhe ligji. Në qoftë se do të shikojmë dinamikën e këtyre ngjarjeve për këtë periudhë, pra për periudhës 2 vjeçare, shikojmë që në këtë aks rrugor kryesisht ka ndodhur 4 ngjarje mjaft rënda. Pra grabitje. Grabitje të vlerave monetare. Tani, duke më shkas nga këto ngjarje që ka ndodhur, krahas bazës ligjore dhe akteve normative që normojnë punën e policisë shtetit në raste të tilla, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, duke pas parasysh që ky territor apo këto kompani më saktë, janë jashtë parametrave që kërkohen, kanë nxjerrë dhe një letër porosi, numër 965, mos gaboj, datë 15/12/2015, ku përcakton eksakt çfarë duhet bëjnë strukturat e policisë shtetit për marrjen e masave për të parandaluar këto fenomene. Dhe po ta shikosh të letër porosi që unë jam i bindur që zoti Çako e ka parasysh dhe e di shumë mirë këtë punë, kam bindje absolute që deri inspektorët e policisë kriminale, apo SPZ, apo ndihmës SPZ e zonave, kanë detyrë ligjore, detyrë funksionale të marrin informacion, çyke drejtues të bankave sipas territorit që mbulojnë, deri tek punojësit e policisë së këtyre policive private për të përcaktuar të gjitha parametrat e duhur, sepse duhet kuptojmë një gjë, që këto kompani i licenson drejtoria përgjithshme e policisë shtetit, ndërsa punojësit që punojnë në këto kompani i licenson ose i jep autorizim drejtorit e policisë vendore të qarqeve. Mire kam. Tani, në këto kushte, kur po lëvizin 2.7 milion euro, këto 2.7 milion euro, që janë domate e ndo, që po lëvizin, kur punojësit kanë dhënë njoftim, që po lëvizin në drejtim të rinasit, dhe një patrullë policie, dhe jam plotësisht dakord me atë që thotë zoti Çako, që e kemi mbuluar me patrulla policie, absolutisht po. Patrulla policisë ka qenë mund qafë Kasharit, ashtu është e vërtet. Dhe nga qafa Kasharit, deri në vendin e ngjarjes, unë po ju garantoj ju që nuk është më shumë se 1 kilometër. Dhe në këto kushte, shkrepen armët, shkrepet automatiku, dhe askush nuk reagon. Por, për çudinë e gjithëve, dhe të them drejtën, për çudinë dhe timen, si ish punojës policie, apo dhe si qytetar i këtij vendi, del ministri i Brendshëm edhe thot, njerëzit sot kanë menjen të filmojnë dhe askush nuk informon. Ku t'ja kërkon këtë ministri i Brendshëm? Ku t'ja kërkon? Ja kërkon qytetarit. Po si do të raportojë qytetari? Kuj do i raportojë? Ku beson qytetari që të raportojë atje ku duhet me raportu? Pak, zotin Qato, ju sigurisht jeni në dinit kësaj shkrese që flet zoti Elezi, apo jo, për urdhrin që ka... Normalisht, është një akt që ka prodhuar drejtoria e policisë shtetit për të marrë masa dhe ka kaluar drejtorive të qarqeve për ndjekje, kryesisht të rast drejtorisë Tiranës, për të bërë një plan, siç e thash në fillim, një plan dislokimi më të hollësishëm për të marrë masat për të eliminuar ngjarjet kriminale në territor. Dhe në këtë akt rrugor po ashtu. Po kështu, në këtë akt ne japim detyrim e strukturës vendore të policisë për të marrë masa për të bërë një mbyllje të territorit në rast se ka një ngjarje kriminale. Në rastin konkret, ne kemi përmendur dhe kemi qenë shumë transparent, ka pas një vonesë në njoftim, qoftë nga qytetarët,
që normalisht besoj dhe me filozofinë tonë, policimin në komunitet në presin, në njoftojmë për çdo ngjarje, pasi ne jemi partner në siguri. Dihet që policia e shtetit është struktura kryesore e shtetit për sigurinë publike, por nuk mund të bëhet kur pa bashkëpunim me komunitetin, por dhe me strukturat e tjera, qoftë private, qoftë edhe shtetërore. Të njëjtën defekt që ne kemi kapur në shkelje për këtë shoqëri është që kjo shoqëri nuk funksionoi siç duhet ndërlidhja e saj me qendrën operative, me sa ndërtimit që ka në qendër të Tiranës, për ta njoftuar në kohë më sallën operative të policisë, drejtorisë vendore të policisë Tiranë, me idenë që këto shërbime që janë vënë në një plan dislokimi në rast se ka ngjarje të rënda kriminale, të vjeshin eficiencë dhe vjeshin në kohë në veprim. Njoftimi ka ardhur goxha në kohë me vonesë, të cilën e bën të pamundur që policia të bënte mbylljen e perimetrit të planifikuar në rast se ka ngjarje të tilla të rënda kriminale. E qartë, përpara se të analizojmë këtë. Mund të bëj një ndërhyrje, më falni. Jam dakord me atë që thot zoti Çako që njoftimi ka ardhur me vonesë. Nëse do t'i referohemi një deklaratë të drejtorit të rendit dhe të sigurisë publike pranë drejtorisë përgjithshme, u shpreh që policia kalon makinat dhe ka shkuar në kom. Është nisë me vrap drejt vendit ngjarjes. Unë po i bëj me dije atij drejtorit rendit që ka zoti Çako atje, po i them që ai duhet ta di mirë që ligji e detyron atë dhe çdo punonjës policie në raste të ngjarjeve të tilla të jashtëzakonshme, sepse ngjarje të tilla është kjo, çdo punonjës policie ka detyrim ligjor të mori çfarëdo lloj mjeti të çdo qytetari që ndodhet më afër tij. Një minutë. Mirë, që mos ta kalojmë mos ta kanalizojmë kështu. Absolutisht, unë jam këtu më vjen keq. Jo, ky është një detaj teknik që zoti Lezi mund të më fal. Çka ka deklaruar më vjen keq, më shikoj në media. Jo, është një element teknik që po mundohesh ty ta sqarosh, por problemi qëndron që aja surgore është bllokuar, nuk lëvisin mjetet. Nuk kishte mundësi patrulla e policisë të merrte mjet, sepse patrulla e policisë kishte mjet vet për të ardhur. Patrulla, të lutem, patrulla e kishte të pamundur të merrte mjet. Patrulla më fal, patrulla kishte të pamundur të merrte mjet, pasi kishte vetë mjet për të lëvizur, por kishte të pamundur të merrte mjet pasi trafiku ishte bllokuar. Dhe u detyrua të vej në ecën e këmbë, ecën të shpejtë me vrap për të mbritur ngjarjen. Por zoti Çato t'ju pyes përpara se të analizojmë këtë. Kanë kaluar edhe 2 blinda tjerë me shoqërim për transport parash drejt aeroportit të Rinasit, përpara se të ndodhte kjo grabitje. Ju sigurisht morët njoftim që do të kaloni blindat e Bankës Kombëtare Tregtare për të shkuar në Rinas? E kishit këtë informacion? Ne në procedurën që kemi përcaktuar, në bashkëpunim kjo edhe me bankat, edhe detyrimin që kemi caktuar shoqërive private sigurisë fizike, marrim njoftim nga këto kur bëjnë transport vlerë monetare. Po thjesht ne marrim njoftim, nuk marrim njoftim për vlerën, sasinë monetare që mund të ketë. Po thjesht për masat. Marrim masa për të lehtësuar trafikun në taks. Dhe realisht po për sigurinë? Për sigurinë është detyrë ligjore e shoqërisë private fizike të marrin përsipër për sigurinë. Nuk e ka policia detyrë ligjore, ne kemi si polici detyrë ligjore për të siguruar gjithë territorin e vendit për siguri publike, por nuk kemi detyrë specifike që për çdo eskort që kanë shoqëritë private të eskortimit të vlerë monetare, të shoqërohen me policë. Po në momentin që ministri i Brendshëm zoti Tani, vetëm një moment. Ngjarje të mundshme kriminale që janë bërë 4 ngjarje më valla. Të lutem zoti Lezi. Në Shqipëri ka për ditë lëvizje të vlerave monetare në akset rrugore. Nëse policia do marrë përsipër shoqërisë vlerë monetare, atëherë delen domosdoshme që të ndryshohet ligji rreth parë, dhe dyta policisë të caktohet një strukturë e posaçme për këtë punë, pasi janë rreth 23 kompani shoqëri private të sigurisë fizike që merren vetëm me shoqërinë vlerë monetare dhe janë rreth 501 punonjës policie shoqërive private që bëjnë këto eskortime. Nëse i ngarkohet policisë kjo detyrë, atëherë do të bëjmë ndryshim në ligj, ta marrim ne përsipër shoqërimin dhe të ketë një shtesë organike të policisë, pasi është e pamundur që ne të marrim përsipër të shoqërim çdo vlerë. Ne nuk e shmangim si polici përgjegjësinë që kemi për kontrollin e territorit, për rritjen e sigurisë publike, pasi e përmenda që jemi struktura kryesore për sigurinë. Por kjo bëhet në partneritete me strukturat e tjera. Zoti Çato, t'ju pyes, zoti Tahiri në daljen e tij për mediat apo pas takimit që ka patur me zotin Seko dhe me drejtues të bankave, është shprehur se do të shoqërojë policia e shtetit transportimin e vlerave monetare. Por në momentin që hyn fuqi policia e shtetit, atëherë pse duhen policit private? Çfarë bëhet me to? Eksaktësisht nuk e kishte idenë zoti ministër, ju po interpretoni.
Ideja është e tillë, zoti ministër bashkëpunim me guvernatorin e Bankës Shqipërisë, drejtorin e Policisë Shtetit, me drejtuesit kryesor të bankave të nivelit 2, bërin takim dhe siç edhe theksoi, ishte një takim i para përgatitur më parë, për shkak edhe të ngjarjes ai u shpejtua, ky është në vim të disa takime që ka bërë zoti ministër bashkë me drejtorin e Policisë Shtetit me subjektet veçanta, të cilët janë në objekt i ligjit për masa shtesë sigurisë, për të bashkë biseduar dhe nuk u specifikua kjo. U fol që policia për shkak të kësaj situate të momentit të ngjarjes mund të marrë përsipër. Pasi shumë banka janë në kontraktim me subjekte të shoqërive private fizike, siç është dhe banka kombëtare tregtare, e cila është me kompaninë Jaguar, të cilës i është hequr licenca nga Komisioni për Katërën e Policisë së Shtetit dhe ajo ka të pamundur të shoqërojë vlerat në destinacion si në bankat filialet e veta brenda vendit, po dhe jashtë vendit nëse është nevojshme, dhe në këto momente policia mund të gjendet më pranë për të marrë përsipër. Në këto momente që policia gjendet pranë dhe që shoqëron transportimin e vlerave monetare, a ka të drejtë të ndërhyjë dhe të qellojë në një moment të rreziku? Normalisht ligji për përdorimin e armës e ka zgjidhur shumë qartë. I jep të drejtë dhe Policisë Shtetit dhe punonjësve të shoqërive private fizike që janë të pajisur me armë. Kur plotësojnë kriteret e përdorimit të armës, mund ta përdorë armën. Dhe kjo shoqëri pikërisht Jaguar Security ishte brenda hapësirës ligjore për të përdorur armët. Punonjësit e kësaj shoqërie nuk qenë të aftë kundër përgjigjen qoftë edhe me armë, po dhe me masa tjera për të shmangur këtij sulmi kriminal. Kur citova zotin Hoxha, që ishte i ftuar në studio hap pas hapi për këtë ngjarje, folëm për nëse mund të quheshin apo jo blinda dhe nëse i plotësonin parametrat qoftë edhe nga qëllimi me Kalashnikov, çpimi në xham apo të tjera si këto. Dërsa në momentin kur diskutoheshin targat false, bëhet fjalë për makinat e grabitësve. Si mundet kalonin këto dy makina në disa kontrolle rrugore dhe nuk viheshin re? Tani ne jemi qytetarë, lëvizim lirshëm në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Shqipëria nuk ka policë në rrugë që janë postoblok që filtrojnë çdo makinë. Ne policojmë në territor. Dhe policimi do të thotë që ne në bazë të analizave e riskut mund të bëjmë kontrolle, në bazë të njoftimeve që mund të vinë nga qytetar ose edhe nga subjekte të tjera për objekte që cilët mund të paraqesin rrezikshmëri, ne mund të kontrollojmë. Atëherë i bie që çdo punonjës policie në rrugë kontrollojë çdo mjet që kalon në territor, është e pamundur. Normalisht që mund të ketë raste që mjetet me targa false kalojnë, pasi policia rregullisht gjatë kontrolleve kap dhe sekuestron mjetet që mund të kenë mangësira në dokumentacion. Një nga mangësitë është dhe targat jo të veta të mjetit. Por nuk është e pamundur që pretendojmë që asnjë mjet nuk mund dalin territor me dokumentacione të parregullta. E qartë. Edhe një pyetje tjetër përpara se të kaloj tek zoti Elezi, megjithëse ishin dhjetra policë që kthyrën në vendin e ngjarjes, News 24 vajti prapë në vendin e ngjarjes 24 orë më vonë dhe gjeti si provë që i ka shpëtuar ekspertëve të policisë gzhojën e 14, sigurisht të paprekur, e ku më pas u njoftua policia dhe erdhi në vend ngjarje. Si mundi të kalonte pa u vënë re kjo, zoti Qato? Dhe kur flasim që kalon një gjë e tillë, mund ta mundsojmë që mund të kenë kaluar edhe të tjera? Apo nëse kalojnë pa u vënë re edhe të tjera, çfarë ndodh? Është një detaj që u bë prezent në media juaj. Normalisht policia të provë sekuestroi bazë gjithë rregullat procedurave përkatëse dhe po hetohet dhe po verifikohet si ka rrjedhur që mund të shmangur, nëse është vërtet një provë e cila mund të lënë pa dashjen e policia. Po hetohet dhe nuk mund të dalë një konkluzion sakt. Okej, e qartë. Zoti Elezi, ju po e ndiqni bisedën në studio, apo jo? Nuk e di se sa bëni dakord në lidhje me këto që thot zoti Qato, apo këto që deklaron në lidhje me përgjegjësitë mbi policinë e shtetit. E theksoj këtë fakt pasi në 2 vite janë 4 grabitje të tilla. Në kohën që ju keni qenë drejtues në policinë e shtetit, a ka patur raste të ngjashme dhe si është vepruar, ku ka çeduar ky rast, rasti më i fundit? Për fat, zoti Qako e di shumë mirë sepse kemi qenë të 2 drejtues policie në rrethe dhe në qarqe të ndryshme të vendit. Raste të tilla në dijenin time, qoftë në rrethet që ka drejtuar zoti Qako, qoftë në rrethet që kanë drejtuar unë, nuk kanë ndodhur. E para, e dyta. Ajo që më shqetëson mua di kush është. Unë them që se po flasim me do zoti është vetëm një grup kriminal dhe nuk janë grupe tjera kriminale. Sepse në 4 ngjarje të tilla mos ketë asnjë lloj informacioni për aktivitet mundshëm kriminal në këtë aks, që mos harrojmë që aksi nga Tirana deri në Rinas është ndër akset më të monitoruara dhe mendohet që janë ndër akset më të sigurta për lëvizjen e qytetarëve, për lëvizjen e personaliteteve të ndryshme,
e figurave të ndryshme të vendit, qoftë vendas, qoftë dhe të huaj ato. Dhe në këto kushte, sinqerisht të them që është e papranueshme që brenda harkut kohor për 2 vjetësh ndodhin ngjarje të tilla kriminale. Po, shkurtimisht të lutem. Jo, të lutem. Unë do të thoja që do i bëhe me dije zotit Qato që është shumë e vërtetë ajo që policia e shtetit nuk mundet që t'i kontrollojë gjitha mjetet. Tani futen mjetet në Shqipëri pa tarka dhe zoti Qato di shumë mirë nga futen mjetet. Sepse nuk është i ri në policinë e shtetit. Ka vite të tëra. Dhe e di shumë mirë se si funksionoj, si lëvizim me targa falso e njërën tjetër. Po nuk është ky qëllimi. Problemi qëndron që ne na kanë dalë jashtë linje, jashtë funksioni strukturat e policisë shtetit. Çfarë duhet themi? Pikërisht për këtë dua t'ju pyes dhe ju lutem shkurtimisht sepse jemi në fund, zoti Elezi. Sa profesionale shihni punën e policisë shtetit në përballimin e ngjarjeve të tilla apo në mbikëqyrjen e ngjarjeve të tilla? Shiko, policia normalisht në punën e saj e ka kryesisht me komunitetin. Tek besueshmëria, tek informacioni që merr në rrugë të ndryshme. Qoftë në rrugë nga qytetarët, qoftë nga telefonatat që shkojnë në drejtim të sallave operative, qoftë edhe nga bashkëpunimi që mund të ketë me shërbime tjera, apo qoftë edhe me rrjetin sekret informativ që normalisht ka çdo punonjës policie. Por këtu e keqa qëndron që po si mund besoj qytetari, vjen një urdhër nga Interpol Tirana, arrestohet Balili breth rrugët Sarandës. Del ish ministri drejtësisë. Ju lutem, zoti Elezi, që mos merrni dhe mos ta degëzojmë bisedën në mënyrë të tillë. Dakor, unë po deshe nuk flas. Jo, ju lutem vetëm fjalinë e fundit. Sa profesionale është policia e shtetit për ju, që sigurisht keni rezerva. Okej, të lutem, nuk kam fare komplekse në atë punë. Unë po ju them që del drejtori përgjithshëm dhe thot 99.8% kemi shkatru kanapisin. A dini që ka ndodhur sot në Itali, moj zonjushë nderuar? 9 tonë gjys hashash. Mirë, jemi në temë tjetër, zoti Elezi, kërkon një tjetër emision kjo temë, kështu që... Ku do ta morë informacionin ai punonjës i policisë? Jemi të papërtuar për ta trajtuar dhe ato, por ju lutem unë duhet ta mbyll pasi jam në fund. Falenderoj shumë për pranimin tënde në emisionin kjo javë. Faleminderit ju. Zoti Qato, në përmbyllje, çfarë masa shtesë ka marrë policia pas ngjarjes së ditës së njëjtë? Së pari duhet t'i them të rishikuesve që policia e shtetit ka gjithë kapacitetet e nevojshme për të punuar, për ta zbuluar dhe jemi shumë optimistë se kjo ngjarje do zbulohet. Dhe zoti Elezi di shumë mirë që ngjarje kriminale ka dhe do ketë, ne punojmë për të minimizuar ngjarjet, se është e pamundur që t'i zerojmë, të çojmë ngjarje kriminale zero. Thash, ne jemi shumë të angazhuar, kemi vënë kapacitetet kryesore dhe do ta zbulojmë ngjarjen dhe jam shumë optimist se kjo ngjarje do zbulohet. Por në fillim të bisedës, duke lidhur edhe me daljen në media dje para gazetarëve, policia analizon edhe defektet, qoftë të policisë, qoftë të strukturave të tjera, siç është këtë rast shoqëritë private sigurisë fizike po dhe bankat. Ky është edhe takimin që ne bëm në zyrën e ministrit me drejtuesit kryesorë të bankave në niveli 2, me idenë për të bërë një plan të detajuar masash konkrete, por dhe për të ndryshuar akte që normojnë punën në rritjen e parametrave sigurisë, të cilët do na çojnë drejt eliminimit të këtyre ngjarjeve kriminale. Po, dhe atëherë po që do të jetë policia që ne duam apo jo? Normalisht policia që ne duam është. Është, okay. Po nëse ngjarje të tilla minimizohen, kapen autorët, sepse në këto 4 grabitje s'kemi patur autor të kapur apo jo? Po, tani thash, ngjarjet kriminale nuk është e lehtë ose është e pamundur të zbulohen në çdo moment. Ka dhe ngjarje që duan kohën e vet për zbuluar, janë ngjarje komplekse të cilat duan ditë për të bërë veprime procedurale, jo më për folur që të mendohet zbulohet në moment, pasi ka një serë veprimesh dhe me kapacitetet tona ne i bëjmë këto veprime. Kemi rastin e ngjarjes Rinasi që ne kemi bërë prezente po punohet, që duke ngjarje shumë komplekse, shumë e vështirë për të zbuluar, por realisht policia i ka gjithë kapacitetet dhe po punon, besoj shumë shpejt ne dalim edhe me emra konkret dhe autorët i vënë para përgjegjësisë ligjore. Zoti Qato, respekt për punën tuaj dhe faleminderit që ishit me mua në studio në kjo javë. Faleminderit.
Faleminderit që na ndoqët në pjesën e parë të emisionit, ku ne folëm për grabitjen e Seentes, grabitjen tek aksi Qafa Kashari të Rinasit, një grabitje e përsëritur me të njëjtat mekanizma, por që i munduar të zbardhim tjera detaja apo për të analizuar se çfarë ka ndodhur. Pak publicitet, do të kthehemi më pas me një tjetër temë interesante, një debat që ende pa u përcjell mirë për banesën e fundit shkrimtari Dritëroa Golli, kanë ngluar rrjetet sociale, po kështu edhe portalet e ndryshme apo media në një debat për të në lidhje me periudhën e komunizmit. Na ndiqni, qëndroni me mua në kjo javë.